yuflihun, se za ata që të rillojnë shpigjen mbi Zotin Xheleshan, ata asnjëherë nuk shpëtojnë. Pra, më thoni me gjuhën e juaj kjo është halal edhe kjo është haram. Ulemat e Islamit dhe bërezi i pari muslimanëve i kanë ikur maksimalisht qarët kjo është halal edhe kjo haram nga friga edhe nga kërcënimi që ka sjellë me vete kjo jetë. Mirë po sot e gjen njeriu i cili ka kaluar një muaj apo 2 muaj në fetarizëm, i cili nëse 1 vjet apo 2 vjet edhe merr guximin edhe ulet koltukun e tij edhe fillon të jep fetfaja. Kjo ndodh të ndërruar vëllezër jo vetëm me ne shqiptarët, por ndodh edhe me arabët, ndodh edhe me tjerët, me njerëz të vegjël, të cilët nuk kanë dituri të thelluar, të cilët nuk kanë thelluar diturit e fesë, të cilët nuk janë dëshmuar me dituri, kanë marrë diturin nga dietarët. Ata e marrin guximin dhe u japin lloj-lloj fetfash njerëzve, devijojnë vetveten me të, edhe i devijojnë tjerët edhe bëhen shkaktar për fesat, për çorodi, për prishje, edhe e pengojnë zhvillimin e Islamit edhe davetin në fenë Allahu subhanahu wa taala. Abdulrahman ibn Abi Leila rahimahullahu taala thot, shikoni të nderuar vëllezër, shikoni se çfarë situate. Abdulrahman ibn Abi Leila قد أدركت 120 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان تصور 120 صحابة پیغمبر صلى الله عليه وسلم. 120 صحابة، فما كان منهم رضي الله عنهم محدث إلا ويود أن أخاه كان كفاه الحديث. فجزاء تتاكويا دikën të tyre që është duke folur, duke dhënë nasihat, duke këshilluar, ai dëshironte që vllai i vet të marrë më pas se ai vet, wala muftin illa wa yawuddu an akhahu kana kafahu kutja. Edhe nëse takoi dikën duke dhënë fetva, ishte dëshirë që më parë vllai i vet, vllai i tij të jep fetva në ky vet. Të ndërruar vëllezër, shikoni se në çfarë gjendje kanë qenë sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. I kanë ikur bisedës, i kanë ikur fjalimit, i kanë ikur fetfas, edhe kanë pasur dëshirë dhe kanë dhënë për parti vëllezërve tjerë e kanë dashur të ikin këtyre obligimeve, mirë po kur të imponon dikujt edhe nuk ka tjetër atyre e merr për t'i këtë detyrë përgjithësi. Fudajl ibn Iyadi rahimahullahu taala, e njiheni se kush është Fudajl ibn Iyadi, i dalluar në adhurimet e tija, thot: بذل الدنانير للناس أحب إلي من بذل الحديث لهم وأهون على نفسه. Të shpërndaj njerëzve dinar është më e lehtë për mua se të flas, edhe kjo është domethënë është më e dashur edhe më e lehtë për mua. Se është përgjegjësi i nderuar, përgjegjësi, çdo fjalë që e thua do të jash llogari për të, sidomos nëse kjo fjalë është fetfa edhe është folje mbi fenë Allahu subhanahu wa taala. Andaj ulemat ku kanë shkruar libra mbi fikun dhe muftit, mbi fikun fetfan dhe muftit, kanë thonë ilamul muwaqqi'in an rabbil alamin, dhe thonë deklarat apo shërim i nënshkruar dhe në emër të Zotit. Domethënë muftiu është njeriu i cili tek në emër të Zotit, andaj është përgjegjësi shumë e madhe edhe duhet kujdes shumë i madh që njeriu mos gabon edhe të flet në emër të Allahut e fjala e tij mos jetë e saktë edhe vërtet. Të nderuar vëllezër, fatkeqësia e madhe është që sot dituria nuk e ka vlerën e vet. Po dituria dhe dietarët nuk respektohen edhe vlerësohen ashtu sikur se duhet, edhe mundohet secili pastaj të jep domethënë fjalën e vet edhe të thotë mendimin e tij. Tregohet se kur disa njerëz erdhën të Sufjan ibn Uyeyna rahimahullahu taala dhe kërkuan prej tij që të ulet e të tregon hadithe, ai refuzoi dhe tha: ma ana bi ahlin an uhaddith, nuk jam unë i aftë të tregoj hadithe, wala antum bi ahlin an tasma'u, e as ju nuk jeni meritor të dëgjoni. Wama mathali wa mathalukum illa kama qala al-qail iftadahu fastalahu. Shembulli me mua është që kur aja stanja që ka thonë një dietar,
istabahu u marruan fastalahu e u pajtuan. Pra në më thonë, unë paramendoni Sufjan ibn Ujejne, i cili është dietar, është muhadith, është feki, është i devotshëm, i sinqert, i dëshmuar në kohën e tij. Kur Sufjan ibn Ujejne rahimahullahu taala thotë, kush jam unë ai i cili t'ju flet juve, edhe ju nuk jeni ata që meritoni të flitet, andaj s'ka mbetet për me tjerë, por pa dyshim, pasi që duhet të thirrim edhe të flasim, duhet të japim kontributin tonë, mire po gjithë kjo tregon se duhet kemi të kujdesshëm të ndërruar vëllezër, e mos t'i japim guzim e të drejtë madheve të vetës, e të bëhemi hoxhallar e muftirer, pa pasur taban, pa pasur background, pa pasur kultur e diapazon të gjërë të lëdurisë, pa ndejtur këm kyç, pa ndejtur dhe më dhënë gunjas, ullër pa djetarë dhe një kohë të gjatë, që të lodhemi, të raskapitemi duke lezuar, duke shpetuar, duke krasuar, duke analizuar, duke pyetur djetarë, e pas të kohë nuk ka problem nëse dikosh flet atë që e din. Të regohet për Ebu Muslim el-Khawalanin rahimahullahu ta'ala i tiri ka thonë, këthiru minë nësi jaishu nëse bi ilmihim, shumë janë njerëz që jetojnë njerëzit me dijen e tyre, wa jehlikune fi nufusihim, mire po njerëzit jetojnë nga dija e tyre, për ata e shkatrojnë vetë vetën, do më thonë, djetar u bëjnë dobi tjerve, e shkatrojnë vetë vetën, do më thonë, jani bil ujbi vë rujetin nefs, me vetë pëlqim edhe me, do më thonë, shikimin e vetë vetës, ajo që, do më thonë, është mendje madhësia, edhe krenarësia, kur njeri u mendon se duke u mledh edhe u grumbullu njerëzit për esti, të arin atë gacet mendon se paket njerëzit nuk kanë të bëjnë, kjo është djetari ma i madh, kjo është i dituri, kjo është analisti ma i përqishëm, kjo është oratori ma i madh e kështë më radh, dhe në tjerë përfitojnë nga dhije e ti, e kemë me këtë diturin dhe e tjerë dhe shkatron me të vetën. Po kanë Ebu Hadim, rahimahullahu ta'ala e kur, Ebu Hadimi, djetari dhe voqëm dhe i sinqer, e cili këshillon të sultanat, khalifet, këshillon të njerëzit përgjithsi, thoshte, قد رضي علماء زماننا هذا بالكلام وتركوا العمل. سبحان الله. Paramendoni të ndërruar vëllezër kur e thot ky njeri këtë fjalë, të dietar e kësaj kohe tonës janë dakord që të flasin e kanë lanë pas dore shpunën. Allahu Akbar. Dietar e kësaj kohe tonës në këtë kohë që ne jetojmë janë dakord që të flasin e kanë lanë punën pas dore. E çka do të thot ky dietar i devotshëm dhe i sinqert për këtë kohë pas 1000 viteve, sot në këtë kohë që është afër ahiru zemanit, në këtë kohë